Afër është zoti Petrit Vasili, deputeti i Partisë së Lirisë, deputeti i Kuvendit të Shqipërisë. Zoti Vasili, përshëndetje. Përshëndetje. Situata në Vorë, po të lutem. Po, rasti sot në Vorë ishte haptat një rast ku shteti, qeveria organizuar dhe e fshehur mbas rrugaçve, që lënë krejtësisht në dorë të tyre qendrën e Vorës, mund qendrën e qytetit, ku nuk kishte asnjë uniform policie, nuk kishte asnjë përfaqësues nga SPAK apo nga BKH apo nga prokurori, nga ato që i dëgjuar task force dhe famshme, gjithçka ishte lënë në duar të këtyre rrugaçve që bënin presion votuesve për të votuar ti socialiste. Edhe një zoti Vasili, për shkak të një vështirësie teknike nuk e dëgjuam dot pjesën e fundit përgjigjes suaj. Po, dhe do të këta për persona të vendosur në mënyrë demonstrative, bëni presion dhe guxuan, tentuan të bënin dhe presion ndaj meje, si deputet ndaj zotit të Blushi, dhe sekretari organizativ Sulaj që ishin së bashku. Konkretisht çfarë ju kanë thënë zoti Vasili? Nuk e dëgjova, më falni. Konkretisht, në çfarë konsistonte kërcënimi nga ana e tyre? Po, kërcënimi ishte që largohuni, s'keni punë këtu ka fitu Partia Socialiste kaq përqinde, aq përqinde, doon kjo shmyllë e kemi ne, doon praktikisht po nga i nxorën rezultatet e zgjedhjeve, ndërkohë që ende nuk ka përfunduar. Pra ishin të saktë për rezultatet e zgjedhjeve, po thoni, apo jo? Po sigurisht, vetëm në këtë drejtim dhe ishin sigurisht të paguar, të orientuar me regji të tyre dhe qëllimisht, po jo them, policia e shtetit ishte zhdukur. Ndonë se ishte një qendër e madhe votimi në shkollën 9-vjeçare të qendra 27 dhe megjithëse ky grup rrugaçësh ishin atje në mes të sheshit, nuk ishte asnjë këmbë politik vetëm. Ndërkohë që ju pak minuta më pas, kryetarja Medemeke e Kuvendit të Shqipërisë, kryetari i Kuvendit s'është ajo, dhe shënjuar po nga një rrugaç që bënte shëtitje në Përvor. Pra e kuptoni, me një grup rrugaçësh kërkojnë që të rrëmbejnë votat e mira të qytetarëve të Vorës. Një pyetje, zoti Vasili, para se të mbërrimte zonja Spiropali, nëse më lejoni. Ka pasur edhe një në thonjza certifikim nga ana e zotit Celibashi për procesin pikërisht në Vorë, dhe ndërkohë që ne kemi denoncuar se si një prej këtyre personave me cilët ju dhe zoti Noka dhe zonja Vokshi u përplasët kishte badge, dokument të vëzhguesit, edhe pse edhe vetë badge ishte në emër të një personi tjetër, jo të atij që e mbante, por edhe personi emri i cilit ndodhej në atë badge ishte i jashtëligjshëm që të shërbente si vëzhgues i KQZ-s. Po, dini që KQZ-ja është një KQZ e Edi Ramës. Është aktori i katërt të zgjedhor, sepse vetë marrë njoftimin vetë KQZ-ja do të ishte ngritur në këmbë. Edhe kërkonte gjithë mbështetjen e gjithë forcave të policisë e tjera. Po këta janë thjesht vetëm një sekt me 3-4 këmbë, një këmbë është e drejtisë, një këmbë është e policisë, një këmbë është e KQZ-s e tjera. Dhe kanë iluzionin e smur, kujtojnë, janë çmendur, kujtojnë se me një grusht rrugaçësh atje, do qeverisin mira vota. A thua se këta rrugaç janë ata që mbajnë në bukë njerëzit. Zoti Vasili, në daljen për media të zotit Celibashi, ai ka thënë që i bëj thirrje të gjithë eksponentëve të Partisë Demokratike apo të Partisë së Lirisë apo gjitha forcave politike që të mos jenë prezent në këto qendra votimi për të patur problematika të tilla, por që t'i adresojnë këto problematike nëse kanë të tilla në komisionin e zgjedhjeve. I keni adresuar ju? Celibashi ka marrë vetëm një detyrë mision që të lërë të prishë zgjedhjet, të shkatërrohen që të rrëmbejë Edi Rama ato që do ai dhe pastaj thot adresoni. Jo, problemi që ndodh në atë moment adresohet vend me të shvim dhe me çdo punë. Celibashi me Edi Rama kërkojnë të luajnë logjikën e faktit të kryer. Ai deri Vorën e kanë me rak të madh sepse ka votim elektronik, ka votimi i tillë që numërohet e para dhe duan të krijojnë idenë që ne po fitojmë etj. Është i qartë, është logjika ka gjë trash që po zbatojnë, kështu që
Për Çelibashit kam vetëm një mesazh. Të shkullet nga zyra, boll